objekti tjetër me gjasë do të jetë një bashkëpunim me ndonjë OIQ. Leza nuk thuhet me gjasë, kryetari i komunës do të më ditë sakt cila është gjasa. Gjasat mund mos më ekzistu. Tash veç këtë ditë jemi duke përgatitur edhe draft marrëveshjen edhe për ndërtimin e objektit për fëmijë me aftësi të veçanta, domethënë afër objektit të shtëpisë së plezhëve e cila ka përfunduar, ku do të ndërtohet edhe objekti QMF urgjencës dhe do të ndërtohet edhe një objekt për fëmijë me nevoja të veçanta. Prej kajt paguhen njerëzit që kanë me punu në qëto institucione. Njerë shtesë, po supozoj që du të më pas. QMF urgjencë do t'jenë stafi i QMF-s, ndërsa objekti tjetër me gjasë do t'jetë një bashkëpunim me ndonjë OIQ e cila merret me mbështetje domethënë për këto kategori, do thotë që do ndërtohet objekti. Sokol. Leza nuk thuhet me gjasë, kryetari i komunës do të më ditë sakt cila është gjasa. Për arsye se ne mundemi të bëjmë këto premtime sa për të kaluar radhën, po jo edhe për t'josh publikun, po jo me gjasë, për arsye se gjasat mund mos më ekzistu. Dhe pastaj po mbesin projekte veç në letër. Qose ato dhona janë të sakta, ashtu që keni marrë prej kornizës afatmesme buxhetore. Prej buxhetit I kemi marrë, sakta. Atëherë ndërtimi dhe rindërtimi I objekteve shëndetësore në QMF-n, AMF-t, Ndërnës, Ujmirës, Llokoçan, edhe Ndarë, unë mendoj se me këtë buxhet sa është ftu dikun rreth 75 mijë, sa janë 80 mijë dikun, nuk është I mjaftueshëm. Është më shumë sa e gore. 70 mijë për 3 vjet. Pavarësisht saj, ne kemi parapo në planin tonë që të bëjmë një emergjencë bashkangjitur me objektin e QMF-s në komunën e Klinës, ku do t'i ofrojmë shërbësve aty një qasje më të mirë për punën e tyre, për shkak se hapësira që sot e shfrytëzojnë është shumë e vogël, por mbi gjitha Klina ka këtë probleme më të mëdha se nuk ka specialist të mjekësisë familjare. E kam thonë edhe në debatën e kaluar, këtu janë vetëm me 2 mjekë, njëri del pension sot, del pension këtë vit duket. Dhe njëri është drejtor I QMF-s, dhe atëherë cila është arsyeja ta quhesh qendra kryesore e mjekësisë familjare, kur s'ka mjek. Prandaj urdosh që më herët të hulumtuan tana mundësitë për të dërguar mjekës të specializohen këtë fushë që të ofrojnë shërbime më të mira qytetarëve të komunës Klinës, dhe ne këtë do ta bëjmë.